Jam sot këtu në emër të organizatës e veteranëve dhe pasazhve, në emër të organizatës e familjeve dëshmorëve dhe shoqatës ushtarake Dega Kukës për të uruar 81 vjetorin e krijimit të brigadës 25 të Tropojës. Por më tutje, historiku vazhdon. Qarku i Kukësit në përgjithësi ka të drejtë të lavdrohet se në luftën për liri me të tjerët ai rreshtohet. Vërtet, brigadat në fund nuk formuan veç një muaj diferencë, por besimin e fituan duke marrë dhe eksperiencë. Qeta e Lumës dhe Hasit treguan fort se ka trimëri, gjallita e Lumës, Pashtriku, Orplasit e ndezën luftën për liri. Dhe Tropoja dhe Gjakova u bën bashkë kundër nazizmit, në këto male, në këto kodra u shkruan faqet e heroizmit. Brigada 24 afër u gjet, pasi ndërmori rrugë të gjatë, në krah pati brigadën 25 e me të në luftë ditë e natë. U qiru Kuksi edhe Hasi, Prizreni dhe Gjakova, Tropoja trima afër i pati gjithmonë bashkë vëllezër dhe motra. E gëzofsh 81 vjetorin e krijimit, Tropoja Vigane e Alpeve tona, Vatra ku përkuni djepin e trimen dhe në këtë vend gjithmonë jehona.